Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirëmbrëma edhe mirë se erdhët në një udhtim të ri radiofonik. Një format I cili do të nisi pikërisht sonte me datë 18. Ky dashurmik është një program ku ne do të kemi përballë njerëz jo të zakonshëm, por ikona, figura të cilat kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kinemas, të artit, muzikës dhe kulturës botërore. Çdo puntat do të sjellë një personalitet të madh, të rikthyer përmes imagjinatës dhe fuqisë së fjalës, për të ndarë së bashku mendime, kujtime, emocione, sikur ta kishim këtu përballë nesh. Dhe sot, për të hapur këtë udhtim, unë kam zgjedhur një nga figurat më enigmatike dhe më të dashura të ekranit të art. Do të jemi me Greta Garbo, një grua që ka sfiduar kohën e saj, një aktore e cila ka mahnitur me talentin dhe bukurinë dhe një ikon e cila ka mbetur e përjetshme, pikërisht sepse ka zgjedhur misterin dhe vetmin si pjesë të personalitetit të saj. Greta Garbo, I dashur mik, nuk ishte vetëm një aktore, por ishte një mit. Nga rolet e paharrueshme në filmat e epokës së art të Hollywoodit deri tek tërheqja e saj enigmatike nga skena publike, ajo do të mbetet një figurë që frymëzon edhe në ditët e sotme. Prandaj, në këtë intervistë hipotetike, do të përpiqemi ta risjellim Garbon përmes pyetjeve, përgjigjeve dhe fjalëve që vetë ajo ka lënë pas. I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release me. Release me. That's coming down on you, that you shielded yourself from with a roof. I am the fire
mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Greta, shumë njerëz duan të dinë se si e shikon ti jetën tënde, nga fëmijëria në Stockholm dhe deri tek suksesi në Hollywood. Si kanë qenë fillimet e tua? Kam lindur në një familje të varfër në një lagje të thjeshtë të Stockholmit, që fëmijë isha e tërhequr nga ëndrat, nga imagjinata. Nuk e mendoja veten aktore, por më pëlqente të shija botën ndryshe. Më vonë, puna në teatr më dha rrugën drejt kinemas. Dhe kur mbërrite në Amerikë, si të ka pritur Hollywoodi? Ishte një botë krejt tjetër. Në fillim ndihesha e uaj, nuk njihja askënd, nuk flisja mirë anglisht, por kinemaja më dha një zë pa fjalë, fytyra, shikimi, heshtja. Kjo bëri që publiku të më pranonte shpejt. Megjithatë, shumë thonë se ti je një enigmë, nëse më lejon të them ti, një grua që nuk tregon asnjëherë mjaftueshëm, pse ka kaq shumë heshtje tek ty? Njerëzit besojnë se nëse nuk flet shumë, fshet diçka. Unë nuk fshi asgjë. Unë thjesht nuk kisha dëshirë të tregoja gjithçka. Për mua privatësia ishte një mënyrë për të mbrojtur shpirtin tim. Pra nuk është një mister i krijuar, por është një zgjedhje, apo jo? Sigurisht unë nuk jam një mister, jam një grua që do qetësi. Dhe kur ke provuar kaq shumë zhurmë, kupton sa e çmuar është heshtja. Megjithatë, njerëzit flasin vazhdimisht për ju. Pse mendon se ka kaq shumë interes në opinionin publik? Nuk e kuptoj pse duhet të flasin. Unë linda, u rrita, punova si çdo njeri tjetër. Të gjithë ne bëjmë të njëjtat gjëra, thjesht në mënyra pak më ndryshe. Nuk dua që bota të flas për nënën, baban, motrën apo vëllain tim. Ata janë të mit. Po, më përmendet motrën tuaj, më ndalo pak, më trego? Po, ajo vdiq pasi unë erdha në këtë vend. Ende nuk e besoj, derisa të kthehem në shtëpi e të mos e gjej aty për të më përshëndetur. Po, baba juaj? Baba i vdiq kur isha 14, një ndjesie të mërshme, a ishte aty. Pastaj, jo, njësoj mish, njësoj gjak, dhe papritur zhduket përfundimisht. Mirë, do mund të më koncentrosh fëmirin tuaj me pak fjalë? Kam qenë gjithmonë e vetmuar, nuk më pëlqenin turmat, as shumë njerëz. Rria në një cep, mendoja, ëndërroja. Fëmijët duhet i lënë të mendojnë, kjo ka rëndësi, unë ndërroja të bëhesha aktore. Mirë, por askush nga familja juaj nuk ka qenë në skenë, apo jo? Jo, ishte diçka që lindi brenda meje. Kur isha e vogël, pikturoja veten me ngjyra si aktorët. Nuk e di nga erdhi, thjesht ishte brenda meje. Por ju përmendni edhe shpesh teatrin. Kur isha 6 apo 7 vjeç, shkoja çdo mbrëmje pas teatrit. I shikoja aktorët tek hynin, dëgjoja zërat, nuhasja bojën dhe oborin. Nuk ka aromë tjetër si ajo. Ëndërroja natë pas nate se një ditë do të isha brenda. Si ka qenë jeta juaj në shkollë, Greta Garbo? E urreja, lidhjet, rregullat, më pëlqente vetëm historia, por duhet të shkoja si të gjithë fëmijët. Jam e sinqert, isha një nxënëse keqe, vonoja gjithmonë. Më pëlqente të shkoja në për teatro natën dhe nuk zgjohesha herët. Nxënëset e tjera ishin të sjellshme, unë jo. Por kishim mësues të shkëlqyer dhe më mësuan çfarë është prania skenike. Nuk më pëlqente shumë shkolla, më pëlqente historia, por kisha frikë nga gjeografia. E ndjeja se nuk mund të mësoja gjithçka që donin ata. Shkolla publike ishte krejt ndryshe nga fëmijëria ime në Suedi. Atëherë erdhi Maurice Stiller, apo jo? Po, një nga mësuesit më tha se Stiller kërkonte një vajzë për një film. E takova, më shikoi gjatë, më pyeti për numrin e telefonit. Mendova se nuk kishte interes, por pas disa ditësh më thirri për një provë. Dhe si ishte testi juaj i parë në këtë film? Shumë qesharak. Më thanë të shtriesha në shtrat dhe të sëmuresha. Nuk e dija si bëhej. Stiller më bërtiti. A nuk mund të jesh e sëmur? Atëherë e kuptova se nuk ishte loj. U përpoqja seriozisht dhe bëra më të mirën. Disa ditë më vonë më njoftuan se do të luaja në Ghosta Berling.
Edhe më trego pak si e përjetuat rolin tuaj të parë në film, nëse mundeni patjetër. Ishte e vështirë. Ditët e para isha nervoze sa nuk mund të punoja. Të gjithë më lan vetëm, edhe Stiller. Edhe Stiller, ëh? Edhe Stiller. Por diku e dija se më shikonte fshehurazi. Gradualisht frika u largua dhe pastaj e kuptova. Isha aktore. Sigurisht. She had exquisite style, she was upper class, she had supernatural grace. A melange of Aphrodite and Venus, combined with an angel's face. She didn't talk to the press, so she couldn't care less. She didn't even answer the phone. She said on one occasion, without persuasion, I wanna be left alone. From this moment on, from dusk till dawn, till the end of time, I'll be with you, you'll be with me, forever in my mind. It's you I see before me, c'est toi que je t'adorais, Gabo. Our love was great, the story, Gabo. They say we'll let some worry, Gabo. It's you I see before me, Gabo. C'est toi que je t'adorais, Gabo. Our love was great, the story, Gabo. They say we'll let some worry, say on the day of victory, no fatigue is felt. Gabo, it's you who has the power that makes every man's heart melt. They say that when the heart's on fire, sparks fly out of the cage. But beauty is like a good wine, it tastes sweeter with age. No man can guess in cold blood what he might do in passion, cause the things that he deplores today are tomorrow's latest fashion. Serving one's own passion is the greatest slavery. But if in wanting you, I'll become your slave. I am tempt no bravery. From this moment on, from dusk till dawn, till the end of time, I'll be with you, you'll be with me, forever in my mind. It's you I see before me, Gabo. C'est toi que je t'adorais, Gabo. Our love is great, the story, Gabo. They say we'll let some worry, Gabo. It's you I see before me, Gabo. C'est toi que je t'adorais, Gabo. Our love is great, the story, Gabo. They say we'll let some worry, Gabo. C'est toi que je t'adore, Gabo. Love is the greatest story, Gabo. It's you I see before me, Gabo. C'est toi que je t'adore, Gabo. Our love is great, the story, Gabo. They say we'll let some worry, Gabo. It's you I see before me, Gabo. C'est toi que je t'adore, Në vitin 1995, nëse do ndalesh dhe të më sjellësh ndonjë sekuencë për të më treguar për atmosferën rreth Harry Belafonte dhe famës së tij, mundesh Greta? Shkojmë dot pas në ato vite? Në ato kohë ai ishte padyshim qendra e vëmendjes. Ishte hyjnisht i pashëm dhe çdo dhomë që hynte ndjehej më e ngrohtë për shkak të buzëqeshjes së tij. Çfarë të tërishte tek ai? Më të ruqi kombinimi pamjes, karizmës dhe talentit të tij në film.
kishte një prani që nuk mund ta injoroje. Mirë, e keni parë punën e tij në Bright Road dhe Carmen Johnson? Si e keni perceptuar? Po, i kam parë të dy filmat, ishte i jashtëzakonshëm në rolet e tij dhe mënyra si interpretonte shfaqte një energji dhe emocionalitet të rrallë. Po, për faktin që ai ishte interpretuesi i parë me ngjyrë i nominuar për një çmim Emmy. Ishte një moment historik dhe shumë frymëzues. Tregon se talenti dhe përkushtimi mund të tejkalojë çdo barrierë. Po, mendon se kjo arritje e tij ka ndikuar në mënyrën se si shihesin aktorët me ngjyrë në industrinë e filmit? Padyshim, ai hapi dyer që më parë ishin të mbyllura dhe krijoi një rrugë për shumë artistë që erdhën pas tij. Mirë, tani do kisha kurreshtje përditur se si e kaloni kohën gjatë periudhave, të cilat janë të mira, janë të frytshme në jetën tuaj. Gjatë kohërave më të mira luaja tenis shumë mirë, haja fasule, kafe dhe estimite të riskuit, zotruja piktura të Renoir dhe pasuri të patundshme të kushtueshme në Rodeo Drive. Disa ditë i kaloja duke vënë në punë ashensorët e ndërtesës ime në Manhattan, kur stafi dilte në grevë. Po, gjatë atyre ditëve jo të mira, kur humori nuk ishte në maksimalen e tij, kohrat e vështira pra, si kanë qenë për ju? Ishte krejtësisht ndryshe. Ishte një periudhë kur isha një grua e moshuar e shqetësuar për shëndetin që jetonte si fantazm. Lëvizja kryesisht nga shtëpia në spital dhe i thosha lam të mirë miqve të ngushtë, ndërsa ndiqja afërsinë e vdekjes. Greta, nuk e di nëse do na tregoni diçka për pasionin tuaj dhe momentet e lodhjes apo të turpit. Për emocionet pra. Nuk emocionohem shumë për asgjë derisa ndodh. Nuk dua të zhgënjehem. Më dhëm shumë të zhgënjehem, por çdo eksperiencë më bën më të fortë dhe më të fokusuar. Po për të ardhmen tuaj në filma apo në teatr, keni diçka për të thënë? Do të vazhdoj të mësoj dhe të përmirësohem çdo ditë. Çdo rol dhe çdo udhëtim më ndihmon të rritem si aktore dhe të jap më të mirën e mundshme. Çdo eksperiencë është një hap drejt të qenit e vërtet dhe sinqerisht e talentuar. Zonja Garbo, shumë njerëz admirojnë mënyrën tuaj të mistershme, por edhe elegante. A ka ndonjë arsye pse shpesh ju shfaqni një buzëqeshje të vazhdueshme? Kushdo që ka një buzëqeshje të vazhdueshme në fytyrë, fsheh një ashpërsi pothuajse të frikshme. Ju duket se e vlerësoni privatësinë, apo jo? A mund të më shpjegoni ndryshimin midis të qenurit vetëm dhe të qenurit e qetë? Nuk kam thënë kurrë që dua të jem vetëm. Thash vetëm, dua të më lënë të qetë. Ky është gjithë ndryshimi. Ky është i vetmi ndryshim, okay. Shumë njerëz ndihen të presionuar nga shoqëria për martesë. Më thoni si e përjetoni këtë definim, këtë fakt? Ka disa që duan të martohen dhe të tjerë që nuk duan. Unë kur nuk kam pasur një impuls për të shkuar në altar. Jam një person i vështirë për të udhëhequr. Po emocionet dhe ndjenjat tuaja më të thella, si përballoni Greta Garbo? Ka shumë gjëra që në zemrën tënde që nuk mund t'ja thuash kur një personi tjetër. Ajo je ti, gëzimet, hidhërimet e tua private dhe nuk mund t'i thuash kur, e nënçmon veten brendësinë tënde kur i thua. A ke ndonjë ndjenjë për vlerën tuaj personale dhe marrëdhëniet me të tjerët, Greta? Unë jam një grua krejtësisht e pa vlerë dhe asnjë burr nuk duhet të rrezikojë jetën e tij për mua. Jo, këtë nuk do ta franoja kurse si. Mirë, po në momentet e dashurisë, në vendimet e tua për jetën, si ndikojnë ato? Si mund ta ndryshoj dikush të jetën e tij dhe të ndërtojë një të re mbi një moment dashurie? E megjithatë, kjo është ajo që më bën të dua të mbyll syt dhe të bëj. Po nuk keni pasur ndonjëherë një marrëdhënie e cila mund të çonte në martesë apo në fëmijë? Pse nuk kam burr dhe fëmijë? Nuk kam takuar kurrë një burr me të cilin mund të martohem? A ka ndonjë gjë e cila ju shqetëson edhe po kështu ju frymëzon në jetë, Greta Garbo? Jeta do të ishte kaq e mrekullueshme nëse do të dinim çfarë të bënim me të. Po deti, çfarë vendi ka i në jetën tuaj? Më pëlqen deti. Ne e kuptojmë njëri tjetrin. Ai është gjithmonë i dëshiruar
duke pëshertir për diçka që nuk mund ta ketë. Dhe kështu jam dhe unë. Po frikrat e tua, mund t'i ndani me në? Çfarë frikrash ke një Greta Garbo? Nuk kam frikë nga asgjë, përveç se nga mërzitja. Sa e sinqert mendoni se jeni në këtë botë? Nuk jam gjithmonë e sinqert, nuk mund të jesh në këtë botë, e di? Pse duhet të kujdeset dikush për një grua si ju, Greta Garbo? Pse duhet të kujdesesh për një grua si unë? Unë jam gjithmonë nervoze, e sëmur, ose e trishtuar, ose shumë gej. A ka një vend ku ju ndjeni vërtet e sigurt dhe e lumtur? Ndoshta është më mirë të jetoj në zemrën tënde, ku bota nuk mund të më shoh. Nëse vdes, nuk do të ketë njollë në dashurinë tonë. Do më thoni kush është trashëgimtari kryesor i pasurisë suaj, Greta Garbo? Vajza e vëllait tim, Sven Gustafsson, është trashëgimtarja e pasurisë sime, e cila vlerësohet rreth $50 milion në aksione, pasuri të paluajtshme, art dhe antike. A do të përfshihet ndihmësja juaj e gjatë Claire Kogar në trashëgimi? Po, ajo pritet të marrë një trashëgimi. Megjithatë, ajo ka mohuar çdo raport tabloidësh se unë e kam adoptuar. Kur është budallallëk të flasësh. Faleminderit, Greta Garbo. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. Var med bäst du Shane, please let me explain. Var med bäst du Shane means you're grand. Var med bäst du Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain how mir bist du Shane. So kiss me and say you understand. While mir bist du Shane, you've heard it all before, but let me try to explain. While mir bist du Shane means that you're grand. While mir bist du Shane, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mir bist du Shane, so kiss me and say that you will understand. Edhe kështu mbyllet udhëtimi ynë për sot me Greta Garbon, një ikonë e cila ka jetuar në mister, por që ka pasqyruar gjithmonë forcë, pavarësi dhe një mënyrë unike të jetuarit. Nëse jemi të sinqert, Greta nuk ishte thjesht një aktore e madhe. Ajo ishte një reflektim i dashurisë për privatësinë, për detin, për artin dhe për ato momentet e vogla të jetës, të cilat nuk shihen nga të tjerët. Faleminderit i dashur mik që ishit në këtë intervistë hipotetike me një nga ikonat më misterioze të Hollywoodit. Unë shpresoj që të keni ndjerë pak nga thellësia e botës së saj
dhe pse jo, të keni reflektuar mbi atë çka do të thotë të jesh unik dhe të jetosh sipas rregullave të tua. Deri në episodin tjetër, në intervistën tonë hipotetike me Ikona, mbani kuriozitetin gjallë dhe mos harroni se pas çdo legjende fshihet një histori që vetëm ne mund ta imagjinojmë. Nga Elmira në mikrofon ju vjen përshëndetja e fundit. Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen.
Një udhtim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.